Trajneri i Burnleyt Scott Parker nuk e sheh si një dështim merkaton që ka bërë klubi pasi futbollistët e afruar nuk po bëjnë paraqitjet e pritshme prej tyre dhe skuadra po vuan për rezultate duke qenë shumë pranë rënjes nga Premier Liga. Në ndeshjet e fundit në stol kanë qenë pjesa më e madhe e lojtarëve për të cilët është investuar në shifra të rëndësishme dhe ndaj Bournemouthit për shembull në stol ishin lojtarë për të cilët ishin shpenzuar 90 milion pound, mes të cilëve edhe Armando Broja. I pyetur nëse e cilësonte si dështim të merkatos, ai e ka kundërshtuar këtë mendim. Nuk e mendoj kështu. Qartësisht që zgjidhen lojtarët në një moment të caktuar për atë që është më e mira në situatën aktuale. Siç e kam thënë dhe më përpara, mendoj se për të gjithë ne këtë vit kishte mungesë qëndrueshmërie në nivele të caktuara të paraqitjes dhe mendoj se e kemi parë këtë. Keni parë disa futbollistë të paraqiten shumë mirë dhe pastaj të pësojnë një rënje. Lojtarë të rinj vinë në një ambient të ndryshëm, kulturë të ndryshme. Unë mundohem gjithmonë të zgjedh formacionin më të mirë që e shoh në stërvitje gjatë javës dhe që mundohet të na sigurojë një rezultat. Ndërsa padyshim mund të shohësh dhe thuash a është një dështim në afrime, nuk mendoj se është ky rasti në fjalë. Në momente të caktuara, kjo është një skuadër e fortë e qartësisht unë bëj zgjedhjet në bazë të saj, duke pasur njohuri mbi situatën aktuale të futbollistëve, shpjegoi Parker, duke bërë të qartë se lojtarët që liheshin në stol ishin atje pasi nuk ishin në formën më të mirë të mundshme.